Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet ushqimi sekret që rrit memorien, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon kujtesën. Ushqimi që promovon shëndetin e trurit është thelbësor për mirëqenien dhe funksionet njohëse. Ngrënia e ushqimeve të duhura ka një ndikim të fuqishëm sepse truri ka nevojë për një furnizim të mjaftueshëm e lëndë ushqyese për të funksionuar në mënyrë optimale. Ushqyesit ndihmojnë në mbrojtjen kundër stresit, reduktojnë inflamacionin dhe mbështesin në rritjen e qelizave të trurit. Nutricionista Lisa Andreus sugjeroi disa ushqime që janë të mira për shëndetin e trurit dhe mund të përmirësojnë përqendrimin. Arat janë ndër ushqimet më të shëndetshme sepse ofrojnë një sër përfitime shëndetësore. Arat në veçanti janë të shkëlqyera për shëndetin e trurit për shkak të përmbajtjes së tyre të pasur me acide yndyrore omega 3. Avokado është gjithashtu e shkëlqyer për shëndetin e trurit. Andres tregon se ajo kontribon edhe në rëndësinë e yndyrnave të pangopura, të cilat dihet se ulin kolesterolin dhe mbrojnë zemrën dhe trurin nga dëmtimet. Nutricionistja pohon se shega përmban një bollok të polifenoleve dhe kimikateve të tjera bimore me veti antiinflamatore që janë në çelësi për ruajtjen e shëndetit tuaj të trurit. Një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar shëndetin e trurit për të parandaluar demencën dhe rënien e aftësive njohëse është dieta e pasur me vlera ushqyese dhe kripra dhe minerale. Por cilat janë ushqimet më të mira për shëndetin e trurit? Peshku. Studimet kanë treguar se konsumi i peshkut një herë në javë ul rrezikun e Alzheimerit dhe demencës. Truri ynë përbëhet kryesisht nga acide yndyrore omega 3, kështu që ushqimet që përmbajnë këto yndyra ndihmojnë në shëndetin e trurit. Vezët. Vezët janë të pasur me kolin, një lëndë ushqyese që konsiderohet si një përbërës i rëndësishëm për shëndetin. Kështu një vezë e madhe ka 150 mg kolin. Arrat. Ngrënia e arrave përmirëson funksionet njohëse të kujtesës si dhe shëndetin e trurit. Arrat reduktojnë rrezikun e sëmundjeve si ato kardiovaskulare dhe diabetin e tipit 2. Manaferat. Të pasur me antioksidant polifenole, manaferat përmbajnë disa përbërës që luftojnë kundër sëmundjeve të ndryshme, përfshirë ato kardiovaskulare dhe Alzheimerin. Kumbullat e thata, agrumet dhe vaji i ullirit gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Peshku. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçanti për shëndetin e trurit fal omegës 3 që përmban. Zarzavatet, të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për ato të vjetra për një shëndet më të mirë të trurit. Arrat, gështenjat dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farave ofrojnë minerale të rëndësishme për shëndetin e trurit. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe në magnezium dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionet e tyre njohëse. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë manat dhe manaferat blu, por edhe rushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri fillon edhe të humbas edhe nivelet e tij njohëse, si pasojë e atrofizimit senil. Por nëse shumë nga ne kujdesemi për këtë gjë që ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtojnë se kjo gjë mund të bëhet edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është përbërës i kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Në dietën tuaj duhet të përfshini edhe drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit më në zë janë gruri, misri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat dietike, janë po aq të mira edhe në drejtim të shëndetit të trurit. Efekti pozitiv e këtyre ushqimeve i detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiamin, të cilat nga natyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në moshë jeni, aq më shumë rekomandohen këto ushqime në mënyrë që të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të trurit. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%.
Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trupin nga stresi oksidues. Për më tepër, ato forcojnë edhe mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica luan një rol kyç në shfryrjen e organizmit dhe veçanërisht të barkut. Forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin, janë të mira gjithashtu edhe për kapslëkun. Ndër të tjera është zbuluar se njerëzit që përdorin boronica për të përmirësuar aftësinë e tyre gjatë provimeve kanë rezultate më të mira. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase. Krahas të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë gjithashtu për gratë shtatzana. Vaji i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se vaji i ullirit ekstra i pastër mbron aftësinë e kujtesës suaj. Fal yndyrnave omega-3 që i ka në përmbajtje të tij, vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj, duke ofruar kështu një mbrojtje më të mirë në aftësinë e trurit dhe duke parandaluar edhe efektet e rënies së kujtesës. Është e rëndësishme që vaji i ullirit të shtohet vazhdimisht në menun tuaj ushqyese, duke ndikuar kështu edhe në vlera më të mira të tij. Salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3, që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina B si fosfori, zinku, kaliumi, si grupi vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionin e duhur të tiroides, lufton inflamacionin e nyjeve dhe ndërton inteligjencën të vegjëlit. Arrat. Edhe arrat konsiderohen të mira me përmbajtje të acidi linolik, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë një zëri se konsumi i rregullt i arrave me inteligjencë më të madhe dhe më të mprehtë ndihmon në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë edhe vitamina ushqyes për flokët, luftojnë kolesterolin dhe luftojnë luhatit e sheqerit dhe përmirësojnë gjithashtu dukshëm nivelin më të mirë të yndyrnave në trup. Peshqit e yndyrshëm. Peshqit e yndyrshëm si skumbria, salmoni dhe sardelet janë të mira me acide yndyrore omega-3. Këto yndyra janë thelbësore për strukturën dhe funksionin e trurit dhe kontribojnë rrjedhimisht në membranat qelizore dhe mbështesin komunikimin e neuroneve. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile ndihmojnë në shëndetin e trurit duke reduktuar inflamacionin, duke përmirësuar funksionin njohës. Nëse përdorni spinaqin e freskët në smoothie, atëherë do të merrni elementet e tij ushqyes, të cilët janë të rëndësishëm në rritjen e aftësive tuaja të trurit dhe në një performancë më të mirë ushqyese. Erëzat. Rozmarina përmban acid rozmarik, i cili luan një rol të rëndësishëm në kujtesë dhe funksionin e të mësuarit të trurit. Karrotat. Përmbajtja e sasive të luteinës dhe zeakantinës bëjnë karrotën një ushqim ideal për nxitjen e trurit që mund të eliminojë inflamacionin. Vaji i kokosit. Acidet yndyrore në vajin e kokosit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë dhe lëndëdjegëse efikase e lartë për trurin. Spinaqi. Vitamina K që gjendet në sasi të madhe të spinaqit dhe njihet për ndikimin në rritjen e funksioneve të trurit, është një zgjidhje shumë e mirë për ju. Farat e lulediellit. Omega-6 dhe acidet yndyrore të magnezit dhe omega-3 në këto fara ndihmojnë në zvogëlimin e inflamacioneve të trurit tuaj, dhe zgjidhja është një gjendje shumë e mirë për aftësinë e kujtesës. Rrushi pa fara. Ulëntimet kanë treguar se rrushi i zi pa fara me përmbajtje të lartë antioциanine mund të mbrojë nga inflamacionet kronike. Domatet janë të pasur me likopen dhe antioksidant të fuqishëm që parandalojnë gjithashtu edhe problemet e stresit në trupin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.